Përshëndetje shenja Bricjapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju fillon me kartën njohje ose afrim, që nënkupton energjinë e komunikimit dhe ndërtimit të urave me të tjerët. Kjo kartë nuk lidhet vetëm me romancën, ajo mund të tregojë bashkëpunime, biseda të rëndësishme, ose krijimin e lidhjeve që kanë potencial të zhvillohen më tej. Gjatë kësaj jave, marrëdhëniet dhe ndërveprimet me të tjerët mund të luajnë një rol të veçantë. Më pas kemi kartën punë ose profesion. Kjo kartë tregon për kushtim dhe fokus tek përgjegjësitë. Mund të jeni shumë të angazhuar me punën, me projektet ose me detyrat e përditshme. Kjo kartë sugjeron se përpjekjet që po bëni nuk janë të kota, po ndërtoni diçka që kërkon durim dhe vazhdimsi. Duket se është një periudhë ku puna dhe organizimi marrin përparësi. Më pas kemi kartën person zyrtar. Dhe kjo kartë sjell energjinë e autoritetit, energjinë e disiplinës dhe strukturës. Mund të përfaqësojë një person konkret, me ndikim ose një situatë që kërkon seriozitet dhe përgjegjësi. Ka mundësi që gjatë javës të përballeni me vendime, me procedura ose biseda që kërkojnë një qasje më profesionale dhe të matur. Më pas kemi kartën mendime. Mendimet nënkupton se një çështje po ju mban të përqendruar. Ndoshta mund të jeni duke reflektuar mbi një person, mbi një plan ose mbi një drejtim që dëshironi të merrni. Mendja është shumë aktive dhe po përpiqet të kuptojë se cili është hapi më i mirë përpara. Kjo javë favorizon analizën dhe planifikimin. Më pas kemi kartën femra kryesore. Kjo kartë sjell në qendër një figurë femërore të rëndësishme, ose një aspekt të rëndësishëm të energjisë femërore. Për shembull, intuitën, ndjeshmërinë dhe vetvlerësimin. Mund të jetë një person që luan rol të rëndësishëm në zhvillimet e javës, ose mund të jetë një kujtesë për të dëgjuar më shumë zërin tuaj të brendshëm. Më pas kemi kartën nderi i lartë. Kjo është një kartë shumë pozitive që flet për vlerësim, flet për respekt dhe gjithashtu dhe për njohjen e meritave. Nderi i lartë sugjeron se përpjekjet, puna ose qëndrimi juaj mund të vihen re nga të tjerët. Ndonjëherë kjo kartë sjell një ndjenjë krenarie, ndërsa herë të tjera tregon se të tjerët po ju shohin me më shumë respekt dhe admirim. Më pas kemi kartën ndryshim. Karta e fundit tregon se java nuk mbyllet aty ku filloi. Diçka po lëviz dhe po transformohet. Mund të jetë një ndryshim në rrethana, në mënyrën se si e shihni një situatë ose në drejtimin që po merr një çështje e rëndësishme. Duke qenë se karta e ndryshimit vjen pas kartave kaq pozitive, unë do të thoja që ky ndryshim duket më shumë si progres sesa si sfidë. Në Prism Oracle kemi kartën paqe. Kjo kartë e mbështet të gjithë panoramën me energjinë e qetësisë dhe harmonisë. Ajo sugjeron se pavarësisht angazhimeve dhe ndryshimeve, rezultati emocional i javës është më shumë qartësi dhe ekuilibër sesa tension. Paqja vjen kur kuptoni se jeni në rrugën e duhur dhe nuk keni nevojë të detyroni gjërat që të ndodhin. Pra, kjo javë favorizon bashkëpunimet, përparimin në çështje praktike dhe vlerësimin e përpjekjeve tuaja. Një ndryshim i rëndësishëm mund t'ju çojë drejt më shumë stabiliteti dhe qetësie. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju, do të ishte: përpjekjet tuaja marrin vlerësimin që meritojnë, ndërsa një kapitull i ri fillon të hapet.